Kjo është për të parë. Kjo është sfida, mendoj që është sfida reale. Po goditja, ju tha që padyshim do jetë më i kujdesshëm bravo në arrestimin, por në goditjen e korrupsionit. Çfarë mendoni që do ndryshojë? Do ndryshojë diçka? Do ketë dëgjoj, çështja e korrupsionit është parë gabim që SPAK-u do ndryshojë këpësisht korrupsionin në Shqipëri. Unë me përvoja puna ime për shembull kur ishim te krimet e rënda, po. Te krimet edhe kur kemi përjetuar për shembull, ishte korrupsion në spital për shembull ose tek në një universitet për shembull pedagogu që merrnin para studentëve ose nipët. Bëj një goditje, arrestoi një pedagog, supozojmë ose një mjek atje për korrupsion. Kishte frikë pedagogët dhe mjekët aty u arrestuo, rishin 2 javë pa marrë gjë, mbas 3 javësh harronin dhe vazhdonin prapë avazin. Kjo nuk është çështje që nuk mbaron njëherë. Nuk është kjo, pra çështja e korrupsionit nuk është çështje e SPAK-ut dhe prokurorisë. Pra SPAK-u dhe prokuroria mund të godas një personazh që si thua ka abuzuar në mënyrë të tillë me pushtetin sa nuk ka mundësi që të ketë një zgjidhje tjetër. Kjo zgjidhje është për shembull me procedura ligjore të rregullta, pra tenderet prokurimit duhet të jenë të rregullta, nëse kryeministri, ministri për shembull i mushet mendja që to rregullohet kjo punë, nuk do ketë korrupsion tek tendrat, ajo rregullohet, s'ka nevojë për SPAK-un. Është vërtet. Po. S'ka nevojë të hyj SPAK-un në lojë të friksoj ata zyrtarët. Nëse një ministër ose edhe vetë kryeministri do për shembull që tendrat prokurimet të jenë të rregullta pa abuzime, nuk ashtu do jenë të rregullta pa abuzime. Duke padyshim, kjo është shumë e drejtë kjo që thatë, por duke u ndalur pak tek pjesa e SPAK-ut, ky miti që është krijuar për SPAK-un, tek forca e tyre, saqë ndonjëherë quhet Republikë Prokurorë. Dua një koment tuaj për termin që përdor politika tashmë, që është kthyer jemi kthyer Republikë Prokurorësh. Të dy krahat e politikës kanë artikuluar këtë gjë. Ka, tash prokuroria e posaçme për faktin se kriminaliteti, sidomos çështjet e korrupsionit, abuzimit të detyrës janë përhapur aq shumë, është bërë shumë abuzim. Sa SPAK-u kudo që të hetoj, domethënë mund të gjej. Do gjej, domethënë nuk është se pra është e sigurt që kudo të shkojë do gjej diçka. Do gjej abuzime me detyrën, edhe kjo ka krijuar atë, si thosh, konceptin e prokurorëve, Republika e prokurorëve, sepse në fundit ata po bëjnë një prokuror kur shkon gjen abuzimin me detyrën, normalisht do bëj veprime hetime, do bëj detyrën dhe s'është faj prokurorëve që kudo në çfarë do lloj dikasteri të shkojnë gjejnë abuzime me detyrën. Kjo s'është faj tyre dhe u duket si Republika e prokurorëve. Po nuk është tonë. Po nuk është, kjo është thjesht përhapje e madhe që ka abuzimet dhe abuzimet me detyrën në institucionet shtetërore. Do doja që në fund të vini një notë Altin Dumanet. Për 3 vitet e tij dhe më pas një urim për Klodian Bravo. Çfarë do i uroj Klodian Bravo? Të nisim me notën për Dumanin. Po, do thoja ndërmjet 7-s dhe 8-s. Dumani ka edhe një javë detyrë. Do thoja ndërmjet 7-s dhe 8-s. 7-s dhe 8-s. Pse? Për çfarë ose më saktë çfarë nuk po sepse akoma nuk kemi atë se feedbacku nga ana e gjykatës. Po nga çfarë nuk ka pëlqyer nga Altin Dumani, çfarë të ka pëlqyer? Ajo që nuk më ka pëlqyer është protagonizmi tepruar, pra që ka nëse ajo që më ka pëlqyer është që ka bërë shumë hetime. Ka hapur shumë çështje hetimore, pra domethënë jo ai vet, po institucioni po them që sepse nuk mund të hetojë ai. Por shumë e rëndësishme që të ketë hetime. Nuk i gjen gjë asnjëriu nëse prokuria bën hetime. Pra brenda kufive ligjor, pra nuk ka asgjë të keqe. Pra ka bërë hetime edhe kryesisht, pra nuk ka pritur që të vinë materiale nga institucionet e tjera. Dhe kjo ka qenë një aspekt pozitiv i tij. Ndërkohë, ka edhe një javë Dumani detyrë. Mund të presim diçka. Paktën unë kam indicie që mund të ketë një lëvizje, do ta mbyllim me një goditje. Çu kam indicie? Nuk e di, ndoshta. Kjo është në kuadër të të thashë themeve tona mediatike. Edhe në kuadrin e asaj show-it, të kuptoj se s'ka pse ta bëj goditje. Ja, mirë, okay, për ditën e fundit. Okej, dakor. Pra nuk ka pse ti bëj gjërat për show, kuptim, nëse ka për të godit, do goditej gjatë kësaj kohe, duhet gjithmonë është simbolike që do të mbetet në mendje me diçka dhe nuk ka asgjë të keqe për mua. Urime për Klodian Bravo. Çfarë i uron
si koleg, por dhe si qytetar i këtij vendi, edhe si jurist, por radhë parë si koleg dhe më pas si qytetar i këtij vendi. Urimi më i mirë për të është që të ketë që të Spaku për shembull që të ose dëshira ime është që Spaku të hyjë në normalitetin e vet dhe ajo që si thua i uroj që është si puna është një shprehje shkodrane të mos hyj vetja në qef, kuptimin e kësaj. Ai është nga